Mbështetje e pakushtuar për Ukrainën, heshtje e zgjatur për Kosovën. Diplomacia selektive e Tiranës dhe standardi i dyfish moral. Reagimi i Elisa Spiropali që dënon me tone të forta sulmet masive ruse ndaj Ukrainës dhe njofton vizitë zyrtare në Kiev për të rikonfirmuar mbështetjen e pakushtuar të Shqipërisë, është politikisht korrekt, diplomatikisht i lexueshëm dhe ndërkombëtarisht i pritshëm. Askush nuk në dyshim faktin se Ukraina është viktimë e agresionit rus dhe se krimet ndaj civilëve meritojnë dënim të fortë. Por pikërisht këtu lind problemi i madh politik dhe moral. Pyetja që Tirana nuk i përgjigjet. Si është mundur që diplomacia shqiptare gjen gjuhë të fortë, të qartë dhe të pandërprer për Ukrainën, ndërsa për Kosova, një shtet i lidhur me Shqipërinë nga gjaku, historia dhe përgjegjësia kombëtare, nuk dëgjohet i njëjti zë, i njëjti presion, i njëjti qëndrim i palëkundur? Kosova vazhdon të jetë në presion të drejtpërdrejt politik, diplomatik dhe sigurie nga Serbia, me struktura paralele në veri, me kërcënime të vazhdueshme destabilizimi, me tolerancë ndërkombëtare ndaj Beogradit, dhe shpesh me qortime të padrejta ndaj Prishtinës, jo ndaj agresorit real. Ku është deklarata e fortë shqiptare që thot qartë se Kosova ka të drejtë absolute për sovranitet, siguri dhe rend kushtetues në gjithë territorin e saj? Ku është vizita simbolike për krah jush në moment të tensioni real? Ku është presioni publik ndaj Serbisë, me të njëjtin intensitet që përdoret për Rusinë? Diplomaci perëndimore apo diplomaci e nënshtruar? Sheveria Rama ka zgjedhur një linjë të qartë, të jetë më mbretërore se mbreti në çështje që nuk kanë kosto politike të brendshme, por tepër kujdesshme, e butë dhe shpesh e heshtur kur bëhet fjalë për Kosovën. Kjo nuk është diplomaci strategjike. Kjo është diplomaci selektive. Mbështetja për Ukrainën nuk është problem. Heshtja për Kosovën është problem madhor. Sepse nëse Shqipëria nuk flet fort për Kosovën, kush pritet ta bëjë? Nëse Tirana nuk e përdor kapitalin e saj diplomatik për Prishtinën, për kë po e ruan atë? Standardi i dyfish që gëryen besimin. Nuk mund të kërkosh reagim të bashkuar ndërkombëtar kundër agresionit rus dhe njëkohësisht të pranosh në heshtje presionin e vazhdueshëm serb ndaj Kosovës. Nuk mund të flasësh për të drejtën e popujve për të jetuar në paqe dhe të shmangësh konfliktin real që prek drejt për drejt kombin tënd. Ky standard i dyfish nuk është neutralitet, është zgjedhje politike, dhe çdo zgjedhje politike ka përgjegjësi. Në fund, pyetja mbetet: apo sillet diplomacia shqiptare si zë sovran i interesit kombëtar, apo si zë i disiplinuar i agjendave të huaja? Sepse një gjë është e sigurt. Kosova nuk ka nevojë për heshtje diplomatike. Ka nevojë për të njëjtin zë të fortë që Tirana përdor për Ukrainën.